Ama kishte që më përpara që unë dhe me vetur për ta para të bëndë, që ti më lutë mua ta të që në hirin i pejlo ujve, ashtu përë me të te. Mbrëmjen e së premtes së kaluar, më 1 tetor, në një nga sallat e qytetit të Vonit dhe pikërisht në City Playhouse, rreth 200 bashkëdhetar ndoqën dhe duar trokitën nxehtësisht aktorin e shquar shqiptar Mirush Kabashi në interpretimin e monodramës Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kuranit. So kuptoj që më pa kam frishtë me shumë zjarë, dhe duke si komunimin prekosh më morë me vetë. Më qurë për një shtëpi e madhe, kalone për një dhomë ku gratë ullë në gjujnë po qani më dënesë, dhe unë pa Zotin Ibrahim të mbuluar në gjak mos. Pjesa është përkthyer nga novela me të njëjtin titull e autorit Erik Emanuel Schmid dhe përshtatur për skenë nga Mirush Kabashi. Përmes dramës së një familje ebraike të Parisit, pjesa sillte mesazhin e bashkëjetesës, paqes dhe mirëkuptimit njerëzor, pa dallime fetare dhe etnike. Unë kam prej, unë nuk kam prej, sepse e di se çfarë ka në Kuranin ti. Mendoj që është një mesazh i jashtëzakonshëm. Producenti i shfaqjes ishte regjisori Gjergj Rita i kompanisë artistike Albanian Canadian Entertainment. Në bashkëbisedimin që producenti Rita organizoi mes aktorit dhe spektatorëve, nga të pranishmit u vlerësua lart jo vetëm pjesa, por edhe aftësia e aktorit për të depërtuar thellë në psikologjinë e personazheve, si dhe fuqia e fjalës së tij, që si rrallë kush në skenën shqiptare është në gjendje të përçojë me emocion dhe qartësi të habitshme. Atë organizoi njerëz që nuk besojnë në fe por fitim, ose pare tani në faqe pa tempo. Besimtarë janë ato që po hedhin, apo që po prasin njerëz pa faqe, ma ata janë 2 herë armik të Allahut, o më. S'pari se frasin njerëz pa faqe, gratë, fëmijë. E shdyti pastaj se pretendojnë që da kanë këtë gjë në emër të Zotit, por një fetar, por një vllai islam, një besimtar në një fesë tjetër, duhet nderuar e respektuar shumë. Se edhe kjo është shkruar në Kur'an. Po ti mjafton ta lexosh në libër. Ama dhe jo Zoti Ibrahim. Që në keni një që nuk e pas keni shokun fare. Po lushin, Po dalet të nise, edhe mua të varfrit më duhet gjej një lloj mënyre për të kompensuar gjithë ato konserva që ti më propon.